Mirëmëngjes dhe mirë se vini në koha për të zgjuar, ora shënon 7 mëngjesit. Mirë se vini të gjithë, do të njihemi fillimisht me shtypin e shkruar, titujt kryesor të portaleve në vend, dhe më pas do të mund të presim telefonatat e secilit për jush për të marrë opinionet tuaja, komentet tuaja, po pse jo edhe shqetësimet tuaja. E nisim si gjithmonë me portalin e parë për ditën e sotme, gazetën e parë online, me të cilën do të mund të njihemi me informacionet e ditës, shohim bashk. E të kemi me Balkanwebin për të njohur edhe me zhvillimet kryesore të ditës, edhe të ditës si lëm pas. Sigurisht, e nisi me lajmin e parë, Ermal Hadribea i pamposhtur në ring. Fiton duelin e karrierës pas 12 raundeve luft. The Albania Sniper siguron biletën drejt titullit në NBC. Është ky lajmi i parë i Balkanwebit. Për të vjuar më tej me të tjera zhvillimet të pasuruara në balkanweb.com, në faqen më të madhe informative, drejt fundit të luftës apo për shkallëzimit të tensioneve. SBA dhe Irani pritet të publikojnë draft marrëveshje 24 orët e ardhshme. Kërcënësi do të vriste vajzën e Donald Trump, arrestohet 32 vjeçari nga Iraku, është shkrimi edhe informacioni i radhës i balkanweb.com. Javë tensionesh dhe konsultimesh diplomatike zbardhen bisedat e Macron dhe Trump me udhëheqësit e Egjirit. Është një tjetër shkrim ky sa takon informacioneve nga bota. Fitoi referendumin me 96% të votave. Partia Demokratike, Partia e Votës së Lirë dhe Modernizimit. Berisha, Rama, kufon politike, fundin e ketë shpejt. Është ky reagimi i zotit Berisha pas fitores dhe rikonfirmimit të tij në krye të Partisë Demokratike. Ka fshehur prona në emër të tretëve, gazetarja paralajmëron ashpërsim akuzash ndaj Ballukut. Ja çfarë mund të dalë nga këshyrja e celularëve. U rikonfirmua në krye të Partisë Demokratike Berisha me këtë vot besim ecim të pamposhtur. Vota kundër do të mbahet shënim. Berisha fiton referendumin dhe rikonfirmohet në krye të Partisë Demokratike me 37.341 vota pro, 1.500 ishin kundër, Albana Bokshi, procesi ishte transparent. Zelenski, Ukraina duhet të bëhet anëtare me të drejtat të plota të Bashkimit Evropian. Egnatia fiton me skaunsit dhe tensionit, vllaznia bie në Air Albania. Tubimi në Serbi për plasje të dhunshme mes protestuesve dhe policëve, rrugët e Beogradit për disa orë në kaos. Rubi omazhe për Nën Terezën, trashëgimia e saj e jashtëzakonshme, shembulli dëmshurisë dhe shërbimit. Fundi tragjik, 50 vjeçaria ka tentuar të shpëtonte qenin e saj, por sulmuar nga 2 pitbulla ndron jetë në spital. Madridi në këmbë, mira protestues mbushin sheshet, një grup personash të maskuar u ndaluan pranë pallatit ku jeton kryeministri Pedro Sanchez. Zgjedhjet për kreun e Partisë Demokratike si u votuan në Selin Blu, rezultatet në Durrës, Lushnjë, Pogradec, Devol dhe Kolonjë. Momente tmerri në legjendën e Formula 1-s, plagoset gjatë një grabitje në banesën e tij në Zvicër, personat maskuar kërcënuan të biri. Franca apezohen kontrollet shtesë në disa pika kufitare, synon të shmang radhët kilometrike. Me 2 informacionet fundit të balkanweb.com, negociatorët amerikanë dhe iranianë drejt finalizimit të marrëveshjes, Trump do të nënshkruaj vetëm kur të marrim gjithçka që duam. Përplasen 2 tramvaj në Gjermani, 27 personat plagosur, 5 prej tyre në gjendje të rëndë. Rregulloria e re kuvendit, atentat në institucioneve, Erl Murati thumbon Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike, janë muaj mjalti, pastaj opozita bën thirrje për betejë me narkoregjimin. Mirë, ishte balkanweb.com, u njohët kështu me disa prej informacioneve që pasqyrohen në balkanweb.com, do të mund të lexoni edhe shumë detaje dhe informacione të tjera, ndërkohë ecim
me një tjetër gazetë online. Do të njihemi me të tjera informacione të ditës, shohim bashkë gazetën shqiptare. Protestat fuqishme. Mirë, pas fitores së Berishës me 96 vota në Partinë Demokratike, shpërthen festa me fishek zjarre, shikoni pamjet, si ku në rishini në këtë foto, po sigurisht të tjera do të mund t'i gjeni në brëndësi të gazetës shqiptare. Fitore me aromë titulli për kampionët, Egnatia Trondit Vllazdin dhe feston me skausit në Air Albania. Shëmbull i dëmshuri sekretari Amerikan Rubio nderon me omazhe Nën Terezën, trashëgimia e saj e jashtëzakonshme. Mediat ndërkombëtare Axios, SBA dhe Iran janë afër marrëveshjes për t'i dhënë fund luftës, pengesë vetëm formalitet. Protestat fuqishme në Madrid kundër kryeministrit Pedro Sanchez, personat maskuar kapen pranë shtëpisë së tij u përpoqën të shkullin edhe kangjëllat. Moska akuzon Ukrainën për bombardimin e konviktit të studentëve, 18 të vdekur. Zelenski, Rusia do të na sulmojë me raketa Oreshnik. Për të ndjekur cilat janë ekipet më të nënvlerësuara të Kupës së Botës 2026. Mbyllet procesi i zgjedhjeve për kryetar të Partisë Demokratike në garën me një kandidat, votimi është shtyrë me 1 orë. Braktisje totale e farsës për të uzurpuar Partinë Demokratike. Saliani reagon përsëri për zgjedhje, teatri me shtyrje orari i tepërt nuk kanë votuar as 4.000 gjysej. Demokratët përbuzën të gjithë këtë provokim. Mediat flasin për një zgjatje 60 ditore të armëpushimit. Donald Trump shanset për marrëveshje apo për bombardime ndaj Iranit janë 50-50. Ne nuk duam pushtet. Presidentja e rezistencës së Iranit, Mariam Rajavi, zbulon planin me 10 pika, çfarë presim nga komunitetin ndërkombëtar dhe pse u shpall qeveri e përkohshme. Kreu i SPA Klodian Braho nga Italia, lufta kundër krimit të organizuar duhet bazohet tek individët dhe provat, të shmangen përgjigjësimet, ka theksuar zoti Braho mbi kombësin. Zgjedhjet për kreun e PD-s, procesi i votimit është shtyrë deri në orën 19 në disa degë të vendit. Bëhet fjalë për procesin e zgjedhjes së ditës së djeshme për kryetarët e Partisë Demokratike. Ecim më tej me një tjetër informacion të ditës. Mund të ketë ashpërsim akuzash ndaj Ballukut, gazetarja Lala, hetimet e SPAK vijojnë me intensitet. Kqyrja e celularëve mund të sjellë detaje dhe akuza të tjera ndaj zonjës Balluku. Konkurset ishin fiktive, gazetarja Klodiana Lala Hita duhet të shkërmojë grupimet që zaptuan policinë e shtetit në kohën e Ilir Prodës. Të mirët i alternuan. Mirë, përfunduam me gazetën shqiptare, ecim me një tjetër gazetë për ditën e sotme, shohim bashkë gazetën e radhës online për të njohur me informacione të tjera. Sigurisht jemi me panoramën për të njohur me zhvillimet kryesore të saj. Të shtona me armëzjarri pranë shtëpisë së bardhë, autori vritet nga agentët e shërbimit sekret. Parashikimi i horoskopit 24 maj, çfarë kanë rezervuar yjet për ju sot. Snajperi shqiptar Ermal Hadribeja i fiton sfidën e madhe të karrierës për titullin botror në boks. Lufta drejt fundit, Donald Trump jep mesazhet, po diskutojmë detajet përfundimtare të marrëveshjes me Iranin. Ngushtica e Ormuzit do të hapet. Përplasje fizike përpara stadiumit Air Albania, shikoni çfarë ndodh pas humbjes së vllaznisë në Ignatias. Lufta në lindjen e mesme me Macron bisedon me Donald Trump dhe udhëheqës të gjirit, qëllimi është hapja e ngushticës së Ormuzit dhe armëpushimi.
Pamjet e sherrit në Air Albania shikoni momentin kur guri ishta godet me grusht Albano Aleksi. Disa konfrontime dhe tensione ka patur ditën e djeshme se të kondeshjes Vllaznia Egnatja. Pas fitores së Berishës me 96% të votave, në Partinë Demokratike shpërthen festa me fishek zjarre. Rama kufon politike dhe sharlatan. Berisha pas fitores së zgjedhjeve në PD me një kandidat ecim të pamposhtur. Ata që votuan kundër i garantoi se vijon shkrimi në brendësi të gazetës Panorama, ecim më tej zgjedhet me një kandidat në PD. Berisha konfirmohet kreu i Selis Blu me 96% të votave, 1051 kundër. Renditja e Final Four, Dinamo del zyrtarisht jashtë garës për titullin kampion, shikoni si ndryshon tabela pas triumfit të Egnatjes. Fitore me arom titull për kampionët, Egnatja trondit Vllaznin dhe feston me skausit në Air Albania. Shëmbulli dëmshuri, sekretari amerikan Rubio nderon me homazhe Nën Terezën, trashëgimia e saj e jashtëzakonshme. Protestat fuqishme në Madrid kundër kryeministrit Pedro Sánchez, personat maskuar kapen pranë shtëpisë së tij, u përpoqën të shkulnin edhe kangjëllat. Media ndërkombëtare Axios, SBA dhe Irani janë afër marrëveshjes për t'i dhënë fund luftës, pengesë vetëm formalitetet. Si më tej, Moska akuzon Ukrainën për bombardimin e konviktit të studentëve, 18 persona të vdekur. Zelenski, Rusia do të na sulmojë me raketa Oreshnik. Për të ndjekur cilat janë ekipet më të nënvlerësuara të Kupës së Botës 2026. Mbyllet procesi i zgjedhjeve për kryetarin e Partisë Demokratike në garën me një kandidat, votimi është shtyrë me 1 orë. Braktisje totale e farsës për të uzurpuar Partinë Demokratike, Saliani reagon përsëri për zgjedhje, teatri me shtyrje orari tepërt, nuk kanë votuar as 4.000 gjysej, demokratët përbuzën provokimin. Video zhgënjimi i madh në Air Albania, tifozët braktisin sfidën e Final Four mes Vllaznisë dhe Egnatjes. Ishte ky lajmi i fundit në fakt i Panoramës, për të vijuar tani me gazetën e radhës online, shohim bashk. Ne të kemi me gazetën Panorama Sport. Do të shohim tani zhvillimet kryesore sportive të përmbledhura në këtë gazetë online. Fitore me arom titulli për kampionët, Egnatja trondit Vllaznin dhe feston me skausit në Air Albania. Renditja e Final Four, Dinamo del zyrtarisht jashtë garës për titullin kampion, shikoni si ndryshon tabela pas triumfit të Egnatjes. Ermal Hadribea i triumfon në sfidën e madhe të karrierës. Snajperi siguron biletën drejt titullit botror në boks. Gjermania nuk fitoi për botrorin, Bajram Gruda mund të vijë në Shqipëri. Gol në minutën e 95 fiton finalen e pazakont dhe premion e çmendur, klubi anglez ngjitet me 200 milion pound në Premier League. 23 golat e Murishit nuk mjafton, Mallorca bie nga La Liga. Provokimi i Aleksit dhe më pas grushti dalin pamjet e reja kur kapiteni i Egnatjes shkoi tek stoli i Vllaznisë. Në kohë që bëjnë fakt të kryer, trajneri i ri vulloset dhe stafi teknik që do ta shoqërojë atë. Situata nder tek Vllaznia, Edi Martini shmang media dhe largohet i acaruar nga stadiumi. Përplasje fizike përpara stadiumit Air Albania, shikoni çfarë ndodh pas humbjes së Vllaznisë ndaj Egnatjes. Firma si trajneri i ri i Partizanit shkëmbi thot fjalën e fundit. Nuk e dia mund t'ja vëfajnë suksesit. Borshi merr vendin e Martinit pas tronditjes tek Vllaznia. Eci më tej?
Pamjet e sherrit në Air Albania shikoni momentin kur gurishta godet me grusht në fakt. Është një situatë konfliktuale kjo e ndodhur ditën e djeshme Albano Aleksin. Tension tek Milani jo vetëm Allegri, kapiteni Menja me kërkesë të veçantë për iglitaren. Provoje përsëri Edlir Tetova thumbon vllaznin pas disfantës në Egnatias. 2 nga Egnatja nuk ishin të qetë në Vildede pas fitores ndaj vllaznisë, falenderoi presidentin, më bëri të lumtur gruan dhe fëmijët. Fest me aromë titulli për Egnatjan, lojtarët e vllaznisë shpërthejnë në lot, Kuros përfundon me ambulancë në spital. Përplasje masive, shikoni çfarë ndodh në duelin Vllaznia Egnatja. U largua me dëmtim të rënd nga sfida e Final Four, shikoni reagimin në Air Albania për gurishtën, këto dhe shumë detaj shihni dhe i lexoni në brëndi të gazetës Panorama Sport, se i takon asaj çfarë ndodhi ditën e djeshme në këtë ndeshje. Doli kampion me Partizanin dhe Teutun, sulmuesi Shkodran u mbyll para kohë aventurën e radhës jashtë Shqipërisë. Mirë, kemi përfunduar kështu me gazetat online, u njohot edhe me Panorama Sport, zhvillimet kryesore sportive të përmbledhura në këtë gazet online. Do të bëjmë një shkëputje publicitare tani, do të kthehemi pas pak me telefonatat e radhës, presim zërin tuaj.